Bedri Hamza, si kisha thonë mas pari, nëse merë para se më morë vendimin në Hagë, i kisha thonë që të kontribon për ata që në Hagë njëherë, e tani, kur të vinë ata, me ata zbashki me jesë për para, me zhvillu këtë vend. Kush duhet i fitoj zgjedhjet e 7 qershorit? Wallahi, unë jam me i fitu PDK-ja. Po. Pse? Pse janë më shumë të që kanë kontribu për këtë vend, edhe gjatë luftës, edhe mas luftës, edhe kanë qërë veç këtë infrastrukturë, se unë jam i Drenis, erdha sot këtu në vizit, më rretymëri kër e pash. Edhe këtu qeverisë Po jo, po zhvillimi mirë, sa kush qeveris, po kush e meriton duhet me më vot. Do me thonë si pas të PDK-ja duhet qeveris me Kosovën. Po, pati. Ky e me Bedri Hamza. Me Bedri Hamzën, kush do i PDK-s, po, me Bedri Hamzën. Në rregull. Çka i kishe thonë Bedri Hamzës përmes Samira Son nëse po e sheh këtë video? Bedri Hamza, si kisha thonë mas pari, nëse merë para se më morë vendimin në Hagë, i kisha thonë që të kontribon për ata që në Hagë njëherë, e tani, kur të vinë ata, me ata zbashki me jesë për para, me zhvillu këtë vend. Ashtu, i ndërrum, faleminderit shumë, Knaci. S'ka pse. Përshëndes, respekt.